Iliri dhe Tringa do të vinë që të ndajnë çmimet për kategoritë cilat janë të nominuara për rock. Tringa dhe Ilir, mirë se erdhët. Jemi mësuar të jemi bashkë, e sonte jemi Tringën. Në një farë mënyre. Po, Ilir, do të shohim tani bashkë se cilët janë ata që janë nominuar për më të mirët rock. Gjithsesi, do të shkojmë me nominimet rock, TNT, Asgjë sikur dielli dhe grupi Kthjello. Në rregull. Presim zarfin. Tringa. Si duket me padurim Tringa pret që ta thot këtë çmim. Ashtu është mimoz. Atëherë fitues është rock grupi TNT. Mirë se erdhët dhe urime për çmimin që ju e morët. Urime. Puna juaj shumë vjeçare çdoherë kur urrëzohet me sukses. Kjo po ndodhet dhe sonte. A është kënaqësi për juve? Keni punuar ndonjëherë për çmime, për dëshirën që keni për rockun, apo për publikun që dëgjojnë këngët e juaja? Të shkon në gjatë këtu ai përgjigjen e koqjes, por tu falenderoj Zotin të madhërisëm për krejt që kemi dhe i tash me 70 albume, punum vetëm për Kosovën, për shqiptarin tonë, kudo që është. Urime, faleminderit. Por, natyrisht se këtë muzikë ju e kultivoni bashkë, nga se sikur të mos e keni një band të plot, atëherë ndoshta edhe këngët nuk do të ishin as suksesshme. Ju çdoherë keni qenë bashkë. Kemi qenë bashkë për fillimit ne 2, edhe ne gjati, rëlla pasen, po tash kemi me veç 3. Pri 5-ve në 3, ma mirë 3 vetë. Ma shumë pare po dajë. Edhe sukses prapë se prapë keni. Atëherë unë ju falenderoj. Faleminderit edhe juve. Dhe shumë sukses.